Përshëndetje ju adhurues të Big Brother VIP Albania. Dhe në këtë minutash do të ndaloj pikërisht tek Big Brother VIP Albania. Sot do të kemi ekskluzivitete nga produksioni i Big Brotherit në krye me Sara Hoxhën. Pikërisht është një story që Sara ka publikuar në Instagramin e saj ku ka paralajmëruar publikun që ditën e sotme do të bëhet publike data e startimit të Big Brother VIP Albania. Edhe pse në fakt është përfolur shumë që data zyrtare do të jetë data 20 dhjetor, nata ku për herë të parë për këtë sezon shtëpia më e famshme shqiptare do t'i hapën dyert, një shtëpi që më besoni, nga informacione që i kam, është një ëndër që edhe po na doli në ëndër themi që nuk do të bëhet realitet. Do me thënë ka aq shumë investim, ka aq shumë aredim, ka aq shumë luks brenda sa që këto banor janë super me fat, po jam i bindur që banorët të cilët kanë qenë vitet e kaluara do të ndjehen shumë pa fat që nuk janë bërë pjesë e këtij kastit. Sara Hoxha, duke që ishte shumë entuziaste dhe shumë e lumtur që po niste këtë rrugtim kaq të bukur që shqiptarëve do t'u falin 24/7 emocione të ndryshme, banor të ndryshëm që do të rrëfejnë jetën e tyre, që do të pasionohemi pas tyre, që do të krijojmë banorin ton të preferuar, që do të komentojmë lojën e tyre, që do të flasim për ta, që do të sjellim pranë jush të gjitha ngjarjet që do ndodhin brenda asaj shtëpie. Sot ekskluzivisht do të bëhet publike data zyrtare Big Brother VIP Albania. Do me thënë kemi qenë mes datave të ndryshme që nënkuptonte datën 6 dhjetor që nuk ishte data zyrtare, datën 20 dhjetor që në fakt po përflitet që mund tjetë mundësia e datës më të kapshme zyrtare dhe datën 27 dhjetor. Duke u bazuar në startin e Big Brotherave të viteve të kaluar, do me thënë në natën kur kanë startuar, ka qenë pikërisht nata 24 dhjetor, nata e Big Brother VIP Albania, nata e Krishtlindjeve, që Luizi dhe shëndriti, dhe mendoj që do t'jetë nga data 20 deri në datën 27, sepse mendoj që produksioni i Top Channelit, ashtu siç ne besojmë të gjithë, mund t'i kenë në net dhe ditë të bekuara për një start të suksesshëm. Sara nuk është se ka dhënë detaje të tjera se si do të duket shtëpia, se çfarë aredimi do të ketë, por më besoni unë kam marrë informacione nga brenda Top Channelit, më kanë thënë që është një parajse vërtet, më kanë thënë që kanë shndruar krejtësisht një botë më vete. Do me thënë ajo që do të jetë këtë vit nuk ka qenë kurrë asnjëherë. Banorët i kanë ruajtur me shumë fanatizëm, do ta quaj, do me thënë nuk kanë treguar asnjë banor zyrtarisht nga televizioni i Top Channelit se kush mund të jetë pjesë e këtij kastit, do të kanë hamencime të ndryshme, por nuk janë të konfirmuar zyrtarisht nga ana e Top Channelit. Do t'i shohim natën e startit të këtij reality show që besoj që do të na pasionon të gjithëve. Ditët e transmetimit do të jenë e martë dhe shtunë, do me thënë do të jetë prime, ndërsa 24/7 do të kemi mundësinë ta ndjekim në digital në Big Brother VIP Albania 1 dhe në Big Brother VIP Albania 2. Le të presim momentin kur Sara do të nxjerrë datën zyrtare të startimit të Big Brother VIP Albania.